Mysafirja ime e katërt, po jeton një ëndër cilën shumë gra e kanë. Ka arrit me ndërtu diçka të vetëm, prej të cilës përfiton jo veç ajo shpirtnisht, po edhe shumë të fëmijë të qytetit të Pushtresë, e tash edhe më gjanë. Rrugtimi i saj është inspirues. Për 5 vite kam rri me ndërtu diçka që është mahnitse me dëgju, edhe jam shumë e lumtur që sot kena me nda me krejt juve për me jap edhe motive dhe inspirim, edhe me tregu një histori tjetër reale, të faktit që qysh kur dën, s'ka asnjë vështirësi që mundet me të ndalë. Mundet ndoshta me të vonu, ko pas kohë, por jo dhe me të ndalë. Fatbardha Dallku Bajrami, faleminderit shumë edhe mirë se ke ardhur në Kanarin Podcast, është shumë kënaqësi e madhe me të pasur sot këtu. Faleminderit Rina, kënaqësia është e imja. Sapo je kthy prej një rrugtimi, edhe pak sa folëm, me lajme shumë të mira, me një eksperiencë shumë të mirë, para se me na tregu për biznesin edhe krejt procesin qysh është rrit, tregom na qysh kalove në rrugtim, në një udhtim edhe çka mundesh me na nda me neve. Po, si çdo udhtim tjetër, normal ty pas parasysh edhe sfidat se ka ana jashtë me shihet që veç po kënaqemi. Po çfarë po duket, po të shumë të mira. Shumë bukur. Po të marr parasysh që Fatbardha është edhe nane 2 fëmijëve, edhe mbasi veç jemi të bisedu për diçka për vështirësitë dhe sfidat dhe krejt ato si nana, normalisht që nuk ka qenë as pak e lehtë, mirë po kur e paramendon që mundet ose mendon që mundet me përfitu shumë të tjera, atëherë merr çat rrugtim. Edhe ka qenë një rrugtim shumë interesant, sidomos për Katarin edhe Dohën tash që kemi qenë në Web Summit 2025, ka qenë thjesht amazing. Krahas vendit që prej krejt vendeve në Evropë, është hera parë që kom qenë në lindjet mesme dhe është hera parë që kom qenë në një vend si Doha, krahas që ka qenë vend jashtëzakonisht i zhvilluar, më ka pëlqyer shumë pastërtia, por njerëzit shumë friendly, por edhe do me thonë ato lidhjet, takimet me shumë founders, femra shumë të suksesshme mbar botën, kanë qenë fjalime shumë inspiruese, kemi pas mundësinë me pa nga afër edhe aktorin e njohur të Hollywoodit Will Smith, edhe që fjalimi i tij ka qenë i jashtëzakonshëm, shumë inspirues, edhe shumë të tjerë të cilët kanë arritë sidomos kanë qenë edhe në fushën e AI, ku edhe jemi të interesuar jashtëzakonisht shumë që të marrim sa më shumë informata, të dim se çka duhet të përdorim, cilat janë ato domethënë sfidat që na presin neve, etj. Super si eksperiencë, edhe kur pe përshkruan me krejt entuziazmin, a ke mujt me pa vetëm për shembull kur para 8 vitësh, kur ti ke qenë krejt në një përvojë tjetër të punës, atëherë kur ty të kontaktu për herë parë. A ke mujt me pa veten këtu? A ka qenë që ky imazhi që ke mujt me pa, apo në secilin hap shkon tu eksploru një farë pjesë të re të botës? Qysh funksionon për këto rrugtime që përfundojnë me sukses? Është patjetër me pa prej fillimit apo jo? Jo, nëse kum pa asnjëherë. Edhe as ëndër me pas kisha besu që kjo ka me ndodhë qëtash. Arsyeja është se Fatbardha në fakt në kohën kur jemi taku ne, ka qenë komplet, kom qenë me një laptop, në zyre të punu, edhe jom konë shumë komode, kom pas një lloj komoditeti, asnjëherë s'kom pas qef me dalë, me publiku nështa, me tregu, sikur tash që po tregoj ndoshta storien, etj, po që gjithçka ka shku ndryshe. Arsyeja e parë pse do me thonë kemi marrë hapin nështa dhe kom thonë pse duhemi me bo diçka është kur mbrapa me e kom pas edhe shumë ftyrat pusqeshura, shumë tri edhe treja entuziast, edhe do me thonë e mbajnë men në kohën kur kemi qenë dhe jemi taku, në me një selfie ku e kemi bo prej Valonit, Sanhasit, të mrekullueshmit Valonit. Edhe i thojsha Valonit, që të marrë diçka para ftyrës më zdokna, që kom qenë mbyllne. Tash ma kujtove, ko gja progresi për këto vite. Tash kur kemi punë me nxënësët dhe shpesh ndodhë që nuk dojnë do me thonë medalja, u tregoj gjithë këtë storien time mas pare, më kujtohet do me thonë edhe intervista e parë kur e kemi pas me projektin që e kemi realizu, sepse ne kur e kemi hapë kompanin,
ka qenë koha e pandemisë, edhe pas pandemisë kemi realizu një pajisje me nxënësit edhe na aftu në televizion RTK, ku në momentin që nxënësit e prekshin fytyrën, alarmojke, unë s'ka alarme. E kjo ka qenë emisioni i parë dhe di atë stresin që e kom përjetu kur kemi qenë intervistën e parë. Normalisht nuk ka qenë rrugtim as pak i lehtë, mirë po s'ka më komplekse, në moment që shese pse do më thonë kemi shumë talent, kemi shumë zonësa të mirë, pse mës me dalë dhe me tregu për ta. Edhe në atë moment e kum dalë ato mendime që i kum pas ose gjithçka tjetër dhe kum thonë vazhdo dhe bujna diçka të mirë. Për ata që nuk e din, Falbardha është pronare ose bashkëpronare, masi mundem me thonë bashkë me bashkëshortin e Innovation Academy, që është ka për fokus mësimin e programimit, po që gjithashtu fokusohet dhe në gjuhë të huaja, po fokusi kryesor sa e di e keni programim, edhe tash edhe normalisht me inteligjencën artificiale me shtu, sepse si dy shtylla që ju duhen fëmijëve patjetër në këtë kohë. Qysh ka fillu gjithçka? Tash po i bohen 6 vite, apo? Po, tash në shtator bohen 6 vite. Ka fillu me një shkollë të vogël, me një ide after work, do me thonë pas punës me mbajt me disa grupe, edhe kom fillu, kam qenë one, vetëm, e kom hap zyrën në ora 8 mëngjesit, fillimisht e kom pastru komplet, pastaj i kom merr me regjistrimet punë të administratës dhe i kom prit nxënësit për me vazhdu me mësim. Mirë po qa që ka qenë interesante dhe risi për vështre për shkak që nuk ka pas ma herët, po edhe gjithmonë jam nis nga i rrugtimi i shkollimit tonë që e kemi kalu në kohën tonë. Shpesh i them edhe nxënësave dhe sidomos edhe vajzave i them mundësitë që i keni tash ne nuk i kemi pas. Do me thonë edhe prej krejt asaj, prej fillimit mënyrës se qysh me përdor një kompjuter, tutje, do të jemi mundu qasësoj që se cilin për tyre me aftësu prej njohurive bazike e deri në njohuri të avancuara sa që me qenë të gatshëm për treg të punës, ku tash kemi historie shumë suksesit në nxënësve tanë që kam fillu edhe me u punësu në vendet të ndryshme, disa në Gjermani, disa në Londër. Do me thonë krejt kjo, kur e kemi startu diku me 2 grupe, po deri sa arriti me u rrit numre edhe kur kaloi mbi 100. Fillimi pak ka qenë stresuese. A më nën kur e ki lyp lokalin, qiroja, gjithçka është sfidë në fillim, edhe me pagu qiron, edhe me gjetë lokalin, në fakt. Po ti ke qenë duke punu, do me thënë po kam qenë duke punu, po krejt kursime çka i kemi pas, i kemi shtiq atë dhe jena kundët, unë personalisht në fakt kom thonë se libra se kom pas një komoditet edhe jom konë okej, për shkak që kisha edhe projekte private, përfitimet i kisha okej, punoja një punë që ka qenë shumë e mirë, edhe thjesht isha okej, po kur vendosëm këtë kursime që kemi pas, i kemi A patet frikë kështë? Që është ndjesia me rreziku diçka? Frikë po, mirë po, unë e kom ditë që gjithmonë punoj. Edhe s'ndalna, edhe do më thonë çka do të qetë pej gurit në shtani farë forme mundona me nxjerr diçka dhe thjesht nuk ndalna. Edhe përpara nuk jem tut asnjëherë. O fjala se diqysh gjithmonë e kam atë mendimin edhe mundona mi thonë edhe nxënësave se para të vinë shkojnë, është mirë me ditë me i menaxhu ato. Mirë po, normal nuk e kom paramenu që ka me urrit interesimi qatë shpejt, sa që nuk ko me mujtë mi adal vetë me mirëmbajt komplet innovation. Edhe deri sa ka ardhur edhe Saranda, të cilën e kam pas krah të djathtë, e cila tashmë nuk është me neve për shkak që ka udhëtu edhe është jashtë vendit, mirë po me ta bashkë e kemi ndërtu krejt innovationin. Se ka qenë krah jam i djathtë dhe e ka dashur edhe ajo sikur me qenë e vetja. Dyjat bashkë me administrat, menaxhim e tjerë dhe kemi arrit pastaj me trefishu numrin e nxënësave për një periudhë shumë të shkurtë, ku edhe jemi detyru me kalu me një objekt komplet tjetër, me një hapësirë prej 500 metrave katror, do me thonë sa arritëm i bo do kursime,
edhe shpesh investu prap. shumë familjarët na thëshin blejnë bre ndrone këtë kërë, na halo e kemi kjerin e njëjtë, zdu me ndru, ndrone bre këtë kërë, këtë kursimet që i bënëm prap krejt i shtenëm prap me një objekt tjetër 500 metra katror që nuk kanë qenë, pak do me thonë se është dasht bukur shumë me investu, po as një cent nuk na u ka dhimbët as një herë, as sot nuk na dhimbët, kur o fjala për nxënësit edhe kur i shohim që e dojnë ambientin edhe ju pëlqen, asnjëherë nuk menoj, kur kemi me ble diçka për innovation, as nuk e menoj, kur është diçka me ble për shpe, 2 herë menoj. Ose edhe ma shumë e menoj. Sa është e vështirë me majt veten të motivuar gjatë procesit. Të tash sfidat, po besoj kanë qenë ndryshme. Tash në rastin e juaj ka pas kërkesë, nuk e keni pas në shta sfidën e promovimit që ka pas rastet, storieve tjera që i kena dëgju këto të grave. Po krejt kush ka fillu biznes e dina që për shembull gjithë shkafi që duket në temel duket shumë e lehtë ta zon me qetë lokalin, me bje kompjuterat, me punësu stafin, me këto gjëra e kërkojnë kohën e vet. Edhe është ka njerë e vështirë, sidomos kur ki angazhimet e tjera, si rastin tonë që edhe ki punu edhe ki qenë nanë, me balancu kohën edhe thjesht me thonë, hajtë se let e pata që atje adin, që ka më dash në shti vetën. Po duhet besoj me dasht shumë me besu në diqka. Që kjo është ajo krejt në ashta thjesht me dasht që ato që e bën. Në fakt, kjo sfida që shë të regove Rina, unë jam nane 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djalë. Alpi ka ardhë ma vonë. Alpi ka ardhë momentin kur e kemi hap pikën, do më thunë kur e kemi hap objektin ma të madhë. Edhe kjo ka qenë ajo vështërsia më e madhe, se tash qysh unë djalin e kisha veç 2 muajsh edhe qysh mu kthy e back me vazhdu punën, edhe mos mu kthy është bukur sfidë se numri nxënësve ish i madh dhe nuk kishim as staf mjaftueshëm për me imbulu krejt ato orë, edhe thjesht u desht me bu një orar që 1 orë me shku me mbajt, tjetrën dikun 3 herë 4 herë në ditje, pasi unë kisha zgjedh mënyrën e gjithënjës për djalin se ajo ka qenë ma e mira, kështu që është dasht me shku, me ushqy djalin, mase i mu kthy, me mbajt mësim, diku 3-4 herë në ditë, jo mend kështu, në atë periudhë, po thjesht është dasht me punu që në moment do më thonë nga ana jashtë me këto gjëra nuk jëm po. Por një gjë është tek Nin Innovation edhe diskutojmë gjithmonë edhe me stafin edhe i them, pavarësisht çka na ndodh mbrapa ose çka kemi në jetën tona personale, në momentin që hym edhe hapim derën e innovation, gjithçka mbetet mbrapa. U kryt, le të shkon mbrapa. Edhe më ka ndodhur disa herë që jam kon shumë pa gjumë, edhe jam kon tepër e lodhne, moment që jam hyn klasë dhe i kum pa fytyrat, hey teacher ose diçka të tillë ashtu, ai entuziazmi i nxënësve dhe jo, nuk ka pas shancun e me menu për gjuma, diçka që jam kfill mirë, sa që me nëzis këm prit me nda, ose me mbajt mësimin, ose thjesht me tregu, ose me majt orën ashtu qysh duhet. Do me thonë, nështë edhe krejt kjo që thash thjesht dashuria për punën, dashuria, lidhshmëria me nxënësit, do me thonë, ka njerë më duken sigur me qenë të mitë. Edhe shpesh tash prej angazhimeve të mëdha, nuk kemi kohë dhe më duhet më thjesht sarri me majtë mësim. Nështë më marrë me diçka tjetër, me punë të menaxhimit, me punë të tjera, punë tjera, ku tash i kemi punësu edhe disa nxënës si asistenta, të cilët kanë qenë shumë të mirë gjatë rrugtimit, edhe shpesh ta madje na thonë jo le po mirë me veç me menaxhim, se ka mjaft punë më mirë veç me menaxhim, mirë po nuk ka shanca me ndërprej, sepse nxënësit motivojnë edhe më japin shumë vullnet për me vazhdu tutje, edhe një farë forme që ka kisha me thonë është thjesht nëse e bën që ato që ti e dënë edhe të bën mundi mirë, t'jap energji pozitive, atëherë definitivisht mundesh me pas pastaj. Pas e ketë kohë një e motivuar, edhe thjesht mos u merr me kurrgjo, do më thonë thjesht nuk merrna me kurrgjo, e kam ditën stër ngarkune me çdo gjë, gjithçka në kohë, gjithçka në plan, edhe mandena nuk ke kohë për kurrgjo tjetër me mendu.
thjesht veç me mu mundu sa ma shumë me shprej pozitivitet, sa ma shumë me ndo dije, sa ma shumë me ba ma të mirën të mundshme. Shpesh ndodhe dhe me nxans kur mbajmë mur, nashta më shkojnë 15 minuta të ju fol veç për edukim, ose të ju fol veç çka duhet me bo, qysh duhet me ja dal në këtë rrugtim, se edhe për ta nuk është as pak e lehtë. Kanë sfida të ndryshme, përbes edhe është interesant me ndëgju edhe storjet e nxënësve. Më kujtu që ashtë që fole ti për vështirësi, është një thanje që unë tepër e duhet që thot, për shembull, me qëndru një vend është vështirë, me vazhdu me punu drejt diçkaje është vështirë, zgjedh vështirësinë tone. Me punu në një punë që nuk e don është vështirë, po edhe me ndërtu diçka, sado që e don, me ndërtu prej zerës është prapë vështirë, me zgjedh vështirësinë tone. I vjen që pak a shumë vështirësitë e jetës janë të pa evidentueshme, normalisht se secila jeti ka ato drejtat, po kur je të shku drejt diçkafe ku e sheh dritën, edhe kur je të udhtu drejt diçkaje që ty po të përmbush edhe në proces, dhe që kjo është diçka që e kom mësu prej krejt rrëfimeve që i kom dëgju këto, është e vetmja mënyrë që me vazhdu me qenë motivuar çdo ditë. Se dyqysh për ndryshe motivimi zbehet. Një ditë je motivuar me bëj diçka, por kur nuk është diçka që ty tamam të përmbush, është pothuajse e pamundur ti me vazhdu me qenë konsistent me krejt çdo vështirësitë, sidomos për gratë, se ti në këtë rrugtim, çfarë the edhe e bonon për herë të dytë, edhe o dash mi balancu. Tash në qoftë se sikur në rastin tonë nuk ish me qenë patjetër që kjo financa arsye për mos gjut me ngjas, po thjesht e keni qëllim hala më të madh për me bëni ndryshim, atëherë vetëm një mënyrë me vazhdu me qenë konsistent është me shiju edhe procesin. Qysh po thu që e ke shiju. Shumë e saktë, shumë e saktë. Krejt këto rrugtime, cila po mendon që është ka vështirësia më e madhe. Kur të pyet dikush tash për Innovation Academy, çka është diçka që nuk e ke para pa që mundet me qenë kaq e vështirë sa ka dalë realisht e vështirë? Është e vështirë, domethënë se këtë bësh me gjeneratat ndryshme, ka qenë vështirë, ma e vështira e krejt ka qenë edhe përcaktimi i nivelit edhe plan programit adekuat që duhet me qenë për moshën e caktuar. Kjo ka qenë shumë e vështirë, për shkak se në fillim kujtohet e kam pas një grup ku kanë qenë këtë nxënës të shkëlqyshëm edhe shumë të mirë po në shkolla edhe mosha pse është 17-18 vjeç, nuk fatkeqësisht do më thonë nuk i përdorin pajisjet kompjuterike, thuaj se fare. Edhe moment që kemi hy në orën e kom startu do më thonë me diçka pak ma të vështirë, ku për mendimin tem ka qenë ma e leta dhe kom menu që munden mi a dal, edhe do më thonë komplet grupin pa dështu në atë kohë. E mbaj men, deri sa kom arrit me përpilu krejt plan programin prej A-0 se qysh me shku për secilën mosh. Kjo ka qenë vështërsia më e madhe dhe mbaj men se mënyra se cilat qysh me ju drejtu, çka me gjetë, kjo ka qenë bukur e vështirë. E tash ndodhë tashmu ka kalu kjo rrjedhshmëria edhe gjeneratat e përcjellin këtë material, edhe kjo ka tregu rezultatet shumë suksesshme, vetë fakti prej moshave kur po e arrin, çfarë moshe po e arrin. Krejt kjo normal nuk ka ndodhur rastësisht, po dasht shumë me punu për me arrit me nxjerrë çta më të mirën, edhe me pas diçka të suksesshme, për shkak se ma herët nëse po flasim për qytetin e Vushtrris, ka pas shumë nxënësa të mirë, unë vetë jam me Vushtrris edhe prandaj kemi vendos me hap, domethënë në Vushtri, për shkak se vendlindja dhe normal gjithkush e don vendin e vet mas shumti. Edhe ka pas gjithmonë nxënës të mirë po për me marr pjesë në përgara ndërkombëtare, këto lidhshmëritë, tash më kena nxënës që kanë fitu medalje, kanë fitu do me thonë kemi qenë në ICT Awards ku e kemi marrë vjetë edhe një shpërblim, megjithëse nxënësi është nga Mitrovica. Jo, pas ke marrë. Nga Mitrovica, mirë po, do me thonë, kjo tregon që jo veç tash s'po du me thanë veç po fokusohemi në Vushtri, po Vushtria vërtet është një market i vogël, munal ka ana biznesore me po prej atij marketi muni me pa se sa shumë kemi nxjerrë dhe sa shumë ka nxënës të mirë dhe sa shumë kanë depërtu nxënësit. Mos flasim do me thonë për krejt Kosovën, sa ka shumë talent, mos flasim për anët rurale, do me thonë që thjesht një farë forme po i lënë anash edhe fokusi po është vetëm në përkrye qytete dhe mandena, kjo ka qenë ajo krejt më e mira që ka ndodhë, edhe pse ka qenë bukur e vështirë, sa i përket rrugtimit Innovation Academy, që tashmë
ende duhet me punu edhe ende updatoj krit kohën material në bashkëpunim ku kemi staf të mrekullueshme, na u ka bashku një ekip e jashtëzakonshme, gjithmonë jam kontakt me teachers, gjithmonë jemi bashkë, ulemi punojmë, edhe mendojmë që është më e mira për krejt nxënësit. Njëjtë që ka qenë ndoshta për këta fëmijë që kjo që ju ka dashur që e dritarja e lidhjes me mundësit jashtë te rasti fëmijëve që kanë fitu çmime, njëjtë është edhe që kjo eksperjenca që e them fillim udhëtimi që e ki pasën katar. Tash kur dëgjon dikush që është prej shtëpisë, që ndoshta hala nuk ka filluar me ndërtu ëndrrën e vet, cila do qoftë që është ajo, edhe e sheh fotografitë ose e sheh një postim për një grua e cila ka mri me kriju marrëveshje biznesore, sikur jo që keni mri me kriju. Po. Për cilën kena me fol pak me vendet jashtë, kur të sheh i duket pothuajse e pamundur. E qit pikrisht këtë ndjesi përmes këtyre bisedave kisha pas dëshirë me e thy ose me e zbe. Për të faktin që sa më shumë që fol me gra që kanë mri me ndërtu ëndrat e veta, e kanë mri me ndërtu një bazë, aq më shumë e kupton që thjesht është një farë puzzle, ha pas hapi, një takim, edhe një bisedë, edhe një kontakt për me mritë që ajo që duket si shkëlqim, po që në fakt është proces i cili nuk është i lehtë, po që është i mundshëm. Në qoftë se ti vazhdimisht investon te vetja, vazhdimisht takohesh me njerëz, vazhdimisht informohesh se ku ka një ngjarje ku mundesh me taku gra, sidomos që kanë mindsetin e rritjes, ose mendësinë, se po na kritikon dikush. Do të thonë, në këto raste është një hap ta hap një dritare mendje, edhe një hap tjetër një dritare mendje, edhe gradualisht ajo që tu ka duke pamundur për ty, fillon një farë forme, fillon me pa. Edhe veç kur fillon me pa, ti mundesh me arrit, mundesh me fillu me besu me shkuta ajo. Kështu ka që besoj pak a shumë sa di dhe rasti i udhëtimit ton jashtë. Saktash, po. Qysh e mon me? Hajde udhëtimin e parë. Udhëtimin e parë, Qysh ka orë deri tek udhëtimi i parë jashtë Kosovës, për një marrëveshje punë është fjala. Okej, tash e mira krejt kësaj është që femrat po përkrahen. Do më thonë... Qëta mujna me thonë dy herë. Femrat po përkrahen, po ka përkraje, po ka organizata, po ka donacione, ka mundësi. Nuk ka mundësi edhe po përkrahen, është nështa unë po të regoj vetë për shkak storjes time. Se do të kom dëgju, po, sigurën e që e thash tash, femrat po përkrahen, fatbarë, s'po aplikon dikun se për një me tash po përkrahen financiarisht femrat. Tash mëse thëm, po përkrahen financiarisht, unë e fatë keqësisht nuk kom arrit me pas ndonjë përkraje financiare nga ndonjë organizat. Mirë po përfitime kom pas. Tash më kujtohet aplikacionin e parë kur e kom bo për organizatën e Germinit, ka qenë do më thonë një aplikim i thjesht për femrat ndërmarrëse. Edhe po hajt po aplikoj e mora hapin e parë, për deri sa kanë përkraje femra, tash po e provoj se çka po ndodh. Edhe do më thonë ai ka qenë rrugtimi i parë i gjithë shkafit. Do më thonë kuna e bona aplikacionin, mendja thash po jo bese këto punë zakonisht shkojnë me të njofshëm, po jo çka ndodhi e kundërtave që u pranu aplikacioni. Po çka ke më interesant, ja ke që fatbardha a jemi të organizu B2B takime në Zvicër, ku do të ketë mundësi, do të keni mundësi se cila prej grave, ishim një grup i caktuar i grave ku kishim me marrë pjesë, gra shumë zonja, se cila me biznes të ndryshëm, edhe të lutna i ke ku nështa 3-4 ditë, më kujtohet sakt ka qenë, me na njoftu se a mundesh me ardha jo. E tash alë pesh veç 4 muj. Tash qito do me thonë është qka është me qenë femër, edhe nështë që meshkuj qito strese nuk i kishim përjetu as një herë. Edhe kjo do me thonë, ish ajo pikpytja e madhe qka me bo. Edhe ullëm bashkë me bashkëshortin, po bisedojmë, qka po bojmë, qysh me apo, a me shku, a mës me shku, është nuk e di. Plus si non gjithon, se qysh me martë kitë hapë. Edhe vendosëm për të mirën e një shumicës të madhe, se gjdo erë në gjdo udhëtim, kur e marë hapin me shku, unë e menoj për krejt nxansa që i kom mbrapa. Edhe gjithmonë shkoj e motivune dhe thjesht mendoj për me bo diçka të mirë për një shumicë të madhe. Edhe në ato vendosëm me shku. E mbaj men udhëtimin krejt kohën rrugët në Tykajt. Deri mu e kalum edhe aeroportin, qaq për stresit madh që e kemi pas, por, okej, arretëm me shku,
edhe kemi qenë 2 nana në atë udhëtimin e parë, edhe 2 nanat në konferenca, sa ishim në takime, shkojshim në banjo për shkak që na u duhej mos me humb qumshtin, edhe kur kthehemi prap me pas atë mundësinë për me ju shqy fëmijët prap me vazhdu. 2 nana kemi qenë Bleta, të cilën e përshëndes shumë, edhe 2 kemi qenë me si ndërmarrëse me të njëjtat sfida. E këto sfida do me thonë nuk shihen nga jashtë. Normal në publikime fotot e mia duken gjitha super të kesh. E ai stresi i krejt kësaj ka qenë bukur i madh. Po pas qësaj fakti që ti e ki lënë fëmin, kaq të vogël edhe o dashme, ti e shku drejt diçkaje që pak a shumë nuk të ka premtu ty kur gjë kthem. Me thonë s'ki pas, se o shumë a let, unë e thonë gjithmonë me marrë vendim, po shkojnë në Zvicër, ose edhe m'ja u spjegu, nështë ka njëherë edhe rrethit ngusht, po shkojnë në Zvicër se po më thirin për punë edhe kom u pagu që kaq, edhe që kjo është përfitimi financiar, se njerëz i kuptojnë rrugtimet shumë ma let në qoftë se si shpërblim është me njëherë parja. Po në këtë rastin tonë, ti e nis drejt shkafi shumë të panjohur, që njerëzit nështë unë besoj që hesht jo se me zodhet kanë gjyku, që shti pelen për disa takime që besoj i duken edhe të kota. Edhe sa pare fitove për me lënë t'i djalin. Po, po them, e ki lënë djalin e s'ke fitu kërgjo. Sa pare fitove se diçka tilla e tjerë, do me thonë krahas mendimeve, po thome dhe këto, çka është me rëndësi është që nuk duhet më marrë me kërgjo heq. Thjesht me fjale, me kësisana, ato duhet edhe unë që të regova edhe nuk kom kohë, po kur e kemi marrë bashkë këtë rrugtim, na kemi marrë bashkë me bashortin 2 bashkë edhe kemi dashur edhe kena menu për një shumicë të madhe. Dhe asnjëherë s'jemi nis veç për veti me menu ose veç diçka me bo veç për veti ose po pasurohemi nashta veç për veti. Edhe krejt që kjo do me thonë ka vazhdu tutje normale dhe përkraja e bashortit është ajo që nashta kemi arrit ku kemi arrit. Kjo ka qenë kryesorja se normal nuk kisha pas shansë ndryshe. E tash prej udhimit par, gjithçka ka shku zinxhir. Po. Se aty takosh me dikan, flet me dikan, efekti domino. Dhe krejt kjo është networking. Do me thonë definitivisht është networking edhe në fakt përfiton shumë. Prej mu më kujtohet takimi mas Zvicrës në Düsseldorf, ku kemi qenë në një kompani ushqimore me gjitha gratë ndërmarrëse, po aty afrohen edhe me njërin nga femata që kanë qenë nga diaspora ndërmarrësit, edhe vinë dy biznismen turk. Edhe unë e flas gjuhën turke, edhe moment arri me bisedu me ta, edhe pas 1 vjet e gjys bisedimeve, ne kemi arrit me nënshkru marrëveshje, ku tash kena nënshkru marrëveshje për mundësi punësimit nxënësve me kompaninë, edhe kjo këtë ka ndodhur prej këtyre takimeve. Do me thonë, gjithçka ka shku zinxhir. Që nduk jo diçka shumë patjetër mi bo. Ke mujt në atë kohë edhe me marrë vendimin mos me shku. Me thonë s'po paguhet atë. Edhe sidomos prej ngarkesës të madhe, do me thonë të punës e gjithë shkafit, ma e leta o kun jo nuk po shkaj, po ri, aden edhe... S'ke kismet. S'ke kismet pelo, aden. Po normalisht, krahas sfidave, edhe ai rrugtimi edhe gjithçka, do me thonë, normal edhe shet diçka, është gjithçka mësim. Mos flasim tash në rrugtimin e fundit që kam qenë në Web Summit, ku kam pas mundësi krahas takimeve me ndërmarrëse shumë zonja, kam pas takime me pas, ajo është mësim, do me thonë veti, trajnim, se merr pjesë në master classes, merr pjesë, do me thonë takime të ndryshme, storje suksesi, thjesht është, ndoshta shkon afrosh te një stand e një kompanie, tregon një diçka që ka përdor, tintardmën e përdor, gjithçka është mësim. Tash mos flasim pastaj për udhëtimet zinxhir që kanë ndodhur. Mandina prej aty drejtoresha e Germinit Sihana, të cilën e përshëndes, na dërgon një ftesë, thotë aplikoni në këtë aplikacion, është një mundësi e mirë prej UN Women Europe Asia, edhe mundeni me marr pjesë. Po e provoj prapë, si zakonisht, hajde pe provoj, nëse aplikimi i dytë pas ka qenë kë, e i treti ka qenë interesant. E te ky aplikimi i dytë aplikova dhe aty kanë qenë një numër i madh i grave ndërmarrëse që kanë marrë pjesë. Po ajo edhe ajo ka qenë shkollë në vete, sepse është dashur me u trajnu,
për se si me prezentu biznesin tënd, edhe ka thonë që pas këtij, do më thonë se veç u përzgjedha edhe aty, normal ka qenë edhe prioritet fusha me cilën unë veç punoj, se gjithmonë tash fokusi kryesor është, se gjithkush edhe gjithçka ka pa që IT-a edhe do më thonë ana teknologjike e saj veç është në rritje e tutje. Mirë, po pastaj ka qenë ty u bo gara shumë e vështirë edhe kemi pas me kalu testime të ndryshme, me përgatit një pitch për kompaninë, po dash me bo në formë profesionale, edhe 2 prej femrave kam pas mundësi me fitu për me shku në Estoni, Tallinn, edhe me prezentu biznesin, me pas mundësi për 3 minuta me fol, edhe kemi qenë për ball founders, angel founders, me pas mundësi me fitu diçka normal për kuptohet gjithmonë për të mirë të shumicës, e kom nis këta prej fillimit në shtat bisedës. Okej, edhe aty normal ka pas mundësi të ndryshme dhe muna me thonë si vend, një prej vendeve, nështë vend i më i avancuar ka ana e teknologjisë që ku mujt me pa ka qenë Estonia, Tallinn, është diçka thjesht një nivel tjetër. Edhe aty ka pas sfida të ndryshme. Ka qenë mundësia nështë me pas ta një founding huge, po për shkak disa rasteve thjesht është dashur me thonë nështë edhe me tërhek, por aty jam taku me një shoqe. Edhe kom bo në fakt një shoqe, jemi taku, në fakt kemi qenë prej krejt botës udhëheqëse, edhe më kujtohet në atë kohë ka qenë shipsider, një femër marinare, që unë nuk kam taku asnjëherë. Edhe ajo arrin me fitu, edhe se pastaj kemi pas për 3 minuta me dalë me prezentu, arrin edhe me fitu, edhe kemi kriju shoqni shumë të mirë. Normal edhe e flas gjuhën turke, pastaj kjo lidhshmëria, edhe në fund krejt, do më thonë tash në udhëtimin e fundit, në Web Summit Katar, ku merrte pjesë edhe Aish, edhe shkova me bisedu me ta, me taku, me pyet se çysh është, edhe më thot Fatbardha, shikoje se është një fondacion nga Katari, ku po i përkrajnë biznese për mundësi të hapjes në Katar. Edhe provoje, apliko, se është 5 vite do me thonë është pa pagesë, krahas që kushton për një vit 5.000 do me thonë është vetëm me hap vitin e parë, kështu që e ke zyrën, i ke gjitha, thash, okej, faleminderit, pe provoj prap, edhe kështu, ky ka qenë pra aplikimi i tretë, që e kom bo deri tash, edhe në aplikimin e tretë, atë ka pas numër të madh bizneseve që kanë apliku, edhe as nuk më ka shku mendja që mundem me bo diçka. Para, do më thonë, 3 diteve që e kom pranu emailën që Fatbardha tashme e ke zyrën Business Center Qatar Foundation, do më thonë aty në zyrën numër 9, me derë numër 8, edhe tashme ideja tjetër, një farë forma e qëllimi tjetër që e kom në mendje tash e një kohë, po fillon me marr formë. Edhe po fillon më mëson diçka të jashtëzakonshme krejtve. Do të thonë që ajo që ti e than në fillim, që nuk kom besu se kom thonë, jo bre se krejt shkojnë me të ngjafshëm, jo bre se zbot, edhe ne kom pas përvoja të tilla gjash për ku kom aplikuar ose nuk kom aplikuar për diçka, tu i ndëgju që to mendimet e brendshme që fatkeqësisht na janë bë pjesë e pa ndashme e rrjetit tonë, so mas e grave. Se për shembull, në qoftë se ti e ke opsionin, edhe në shumtën e rasteve, sidomos nana gjithmonë kanë diçka me bo. Ose ki fëmijë gji, ose ki mush me marrën kopsht, ose është smut me grip, ose kanë detyra, ose aty nuk është që ti e ki luksin me thonë, po hajt, me thonë ti, është shumë problem me luftu me veten, me thonë, nuk po shkoj ndoshta çka po di, nuk po shkoj në shtëpi me pushu, po po provoj çeta, se jo me lodhne, se në qoftë se ti nuk e thën që të murë edhe thjesht nuk fillon me besu që mundet me qenë mundur edhe për ty. Edhe krejt kjo bisedë bëni me mendu për shumë gra, të cilat nuk i kanë hap vetes dyrë,
për faktin që nuk e kam bo hapin e parë. Edhe tjetra që shumë e rëndësishme ndoshta, edhe te pe dëshmon me krejt që truktim, se sa me hap lokalin, me pagu qira, me shku me pastru, me çapo di, me qit një reklamën mur, me dal me fol me njerë. Shumë e rëndësishme është rrjeti njerëzve që ty të njohin edhe e dim për ëndrrën tënde, ja? Edhe e dyta është zgjerimi i vazhdueshëm i aftësive, ashtu që më përshtat nivelit njerëzve të këtë cilët do në më mbri, jo patjetër ata ku je, se tashna rritja është gjithmonë ka mirë e ma mirë, edhe njerëzit të cilët ti ki mu taku, gjithmonë ka me pas njerëz që dinë ma shumë diçka se ti, edhe çdo dyjat po vlejnë shumë ma shumë ndoshta se sa fokusi jonë që shumë shpesh e kom hasë dhe mos e gjinja jonë, ta kry shpejt orarin edhe të shkojnë shpejt se kom, çapo di, 3 vesh deri në 2 se kom diçka tjetër në shpejt, që pa dash me minimizu obligimet familjare, se ato pa tjetër në atakojnë gjithave, po ka njëherë vim veç një hap i vogël matutje prej krej që aty në gjanave të mëdhaja që i ban, për me plotësu që atë puzzle që tham, edhe thjesht me njoh dikush ëndrrën tënde, me thirr dikush, me taku dikon që mundet ta hap një derë, edhe shumë faleminderit që ndave me neve, se sinqerisht super inspiruese mënyra që kemi. Po shpresoj që është inspiruese, se është në fakt është shumë e vërtetë që apo thu, se është mënyra më e lehtë është hajde po rri edhe po pushoj. Po pres, apo vin. Edhe... Ose po pres apo vin fëmijë, ose po pres apo vjen dikush më regjistru, ose e kom hap po qes po vjen kërkosh. Jo, po është shumë e saktë, është mënyra më e lehtë që ajo me bo, ose diçka tillë. Mu shpesh më thojnë edhe të tjerë, tani nuk ka pas, do më thonë asnjëherë nuk më ka ndodhur ose nuk i ka ndodhur as stafit, me thonë është tani një dikujna hajde një innovation, hajde se është diçka e mirë, ose hajde thjesht kanë ardhur vetë, po kjo që ka ndodhur është edhe tani word of mouth është shumë e rëndësishme. Çka i bën kjo që do më thonë nxënësi do më thonë tregon çka mëson. Edhe normalisht është edhe ajo ideja që që shë dhe ma herët, une personalisht jo me etur për me mësu sene të reja, do më thonë thjesht nuk ndalna, këm qef shumë me mësu sene të reja, dhe asë një herë nuk thëmë, na e dim gjithë se sa shumë kemi femrat suksesshme teknologji, se kemi Mira Muratin që është chat GPT-s kështë baba, kështu që Nona tash ku do i ka me thonë. Nona, se e gabu. Nona e kësaj pune. Do më thonë, nuk po flasim për diçka se kemi edhe femra shumë suksesshme në Kosovë, krejta asajna dhe kjo punë nuk ka të ndalën, e tash më ka ndodhur raste kur më ka ndodhur nashta na kom dajt me na ikon edhe më ka thënë fatbar, ndalë pse boll kemri, hajt se boll u kry tash, se mirë po të ec, ndalo, atë se u kry tash, aty po të shkon mirë gjithçka. Po ti nuk mundesh mu ndal, atë se s'ki qysh mu ndal një farë forme kur e merr parasysh. Besoj që zvoglohesh, ose të paktën në disa ëndra specifike. Tash gjatë rrugtimit, gjatë punës që e ki një jetë, me patjetër që ti ki me pas një qëllim, se cilën herë për me mbri diçka. Gjithmonë që ajo ka me të përcjell. E tash ti ki me vendos, a me shku drejt qati qëllimi, apo po nalë, edhe që pëthu po pres po pushoj, se mirë jam, ajden se fakt nuk më nëshme pushu, se edhe si nanë që jetë, i ki pushëm, a i pushim se egzistan. Po themi që ajden, hajde se po mena pak pa stres, ose thjesht po dalë për bëj një diçka tjetër rutinë ose e tjerë. Neve na ndodh për shembull edhe në kohën e pauzës kur jena, do më thonë kritë kohën, pojmë plane ose jemi të fol për diçka për punë. Pa jo vjen natyrshëm, është. Edhe diçka thjesht, ç'kjo është nështë krejt ajo esenca. Përfundim prap delte që ajo. Thjesht me dash që ato që e ban, edhe me të përmbush. Se për shembull, për para jo më konë të punu projekte, që e thash, kom punu nashta, knatësia është shumë e madhe kur arrin me kry një projekt komplet, edhe me fitu një shumë caktune prej që ati projekti, kjo është e jashtëzakonshme. Tash muna me ndërlidh që të me njëherë, se mandej mos po harroj me thonë, se shpesh ja u thëmë edhe nxënësve që janë femra, sidomos. I thëmë, qëra, çka ju vyn juve ju vyn veç një laptop. Tash nuk po flasim veç me ardh në innovation me mësu. Ki kurse të ndryshme online. Mira. Do me thonë, mos lakmoni se po ndodh raste po lakmojnë gjërat ndryshme edhe po menojnë mu pasuru pak mënyra ma të shpejta. Po, ka pe trajnohu mëso, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. Okej, 4 vjet, 5 vjet për 50 vjet tjera. Para meno do me thonë ti investon vetën tënde. E çka ta shone, okej,
e tregova edhe më herët me çfarë sfida po shkoj në për udhëtime. Po tash nëse unë isha kthy kohën back edhe isha kthy në kohën kur kom qenë domethënë nështë shumë në kohën e nxënësve që i kemi ose studente, unë edhe më shumë kisha mësu, po prapë çdo mundësitë që i kanë na nuk i kena pas. Jo, definitivt. Unë kena pas as kompjuterin, domethënë atë na kur ka dalë Messengeri, na ina kon ty bëj gore me shoqe edhe të shkruaj me njëra tjetrën. Unë gjatë studimeve nuk e kom ditë në fakt çka jam të studiu. Po preti kompjuterike që nëse s'gaboj inxhinierin kompjuterike në FIAK, mirë po sa i përket programimit, ka fillu krejt pas fakultetit, se fokusi ka qenë në lanë më të vështira që kanë qenë tjerë, edhe sinjalet e matematikat. Sinjalet, bazat, krejt ato. Jo elektronikat si keni pas, jo. Jo, që se kena pas elektronikën e krejt. Se diçka të ishim të lanë, jo si keni pas diçka. Ja, i kena pas, krejt i kena pas. Elektronika më kujtu se e di që ka qenë horror. Po për ndryshe, jo, sinjalet ka qenë ma horror. Po tash i kanë reduktuar dhe fakulteti teknik është pak ma ndryshe. Po më dëgju motra studion inxhinieri kompjuterike, më kujtu që tash që e përmendë për mundësitë e gjeneratave të reja, edhe për një me ka shumë mundësia. Si studente ka fillu me punu shumë herët, punon online komplet, punon me një kompjuter ndërkombëtar, or gjithçka shumë e bukur kështu kur të tregojsh historie. I them domethënë, paramenoni unë që tash se ma bujnë teacher u knoqe, në uftime atë nga bëj, po paramenoni jo, tash e keni moshën, arrini me kriju një projekt, të fitoni do parë dhe me shoqe shkoni një udhëtim, e kryni edhe knoqni. Knatësi ma të madhe nuk ka kur të bën diçka vetë. Edhe arrin vetë, që ajo është knatësia më e madhe, po mos lakmon jetën e dikujt tjetër. Mos e krahasoj jetën tënde me jetën e dikujt tjetër. Domethënë, gjithmonë ju flas mundona, që e thash edhe vetë më herët se 15 minuta ndodh parat kanë erë më shkojnë me fol veç për gjëra të tilla, për mi bo me pas, thjesht me motivu që me dash me punu edhe beso mos e ju çka kanë efekt mandena sa që fillojnë me mësu, fillojnë me punu, kanë erë prapë ju bjen motive, apet do të më kthy back për me mujt. Ju tregu pse jeni këtu. Pse jeni tu mundu? Çish duhet më mundu, domethënë po sidomos për femra kom qef shumë. Se krahas që je non, prapë tash profesioni programimit duhet vetëm një laptop, edhe nuk po them një laptop huge se duhet për gaming, po duhet për programim, edhe thjesht me një çmim të arsyeshëm mundesh me marrë, është investimi më i mirë që ja bën vetës edhe ulesh punon. Liri, fleksibilitet, organizim që çdo të kohës. Po gjithçka, tash ki outsourcing për jashtë domethënë edhe punon plus oraret apo të konvenon fleksibil me pas orarin e merr orarin fleksibil, apo të konvenon me pas orarin me periudhë caktuar e merr orarin. Qysh të konvenon ki mundësit, thjesht investon vetën. Për një periudhë, dhe pastaj shpërblehesh, definitivisht. Tash po them, 1 vjet, 2 vjet, se tash po ka raste, domethënë që unë ndëgjoj shpesh, hajde bre se bosh programer, atë 1 muj, 2 muj trajnim edhe u kry. Nuk është 1 muj, 2 muj trajnim. Nuk është e mundshme. Është e vërtetë tash që edhe kena AI-n që po na ndihmon shumë. Kemi ChatGPT-n, domethënë që është amazing. Mirë po, kam na ndihmu AI jo veç programerave, kam ndihmu edhe krejtve. Domethënë kjo është mënyra që ti edhe si programer ki me pas më të lehtë në të ardhmen, po prapse ka me udesh programer. Ki me pas më vështirë, se ndoshta produkte ose shërbime që ki mujt mi shit, shumë shpejt s'ki me pas mundësi mi shit, ka mu dash diçka mu avancute, që me shit, adin ka me arë një farë balance e re, një farë rendi të ri. Po prapë do me thonë, ka me pas shumë, po do me thonë, kanë mu qelë vende besoj tjera të punës, po thjesht ana e teknologjisë është në rritje e tutje dhe me patjetër dush mu shkollu në drejtim. Tash po flasëm për shembull për gjenerata të reja që ose gjenerata ki do me thonë nështa dhe studenta që nuk din halo me bun një nështa një prezentim thjesht. Tash për shembull kjo çështja e prezentimeve është bukur interesant, se do me thonë në periudhën e shkollimit ton, kur kemi qenë, as kemi pas prezentime. E dhe nështë arina në atë ku me dalje dhe me prezentu një projekt caktum. Milion dhe kena pas qka zgjedhore studime, se nga bëj menaxhimi projekteve nga qenë zgjedhore për neve. Menaxhimi projekt, po prapë s'ka pas shumë me dalë me prezentu. Po kena pas ma shumë fleksibilitet me folë, shumë me dalë me ndimet e ti, se më pas pëlqy se unë e kom pas që jam gjithmonë me folë edhe me të pata frit. Qa ta e maj ven, kështë po për ndryshe lanë profesionali jo për shkollat mes me fillura as mos të flasin. E tash, do me thonë edhe internshipin e parë në atë ku kur e pata fitu për Gjermani,
edhe kemi pas rastin me punu, kemi pas 6 muaj në Robert Bosch kompani, edhe aty pas një javë të punës do të premte, ke pas me dalë me prezentu çka ke bu të njavën. Po dosh me përgatitat prezentim edhe me dalë para një numrit caktuar mëzyrës që je kon të punu me ta. Stresin që e përjetojsha. Qa përshë këta gjona që kjo gjenerohat i mersh si shumë të mirë qena, kompjuterin, trajnimet online, punën online, që i mersh shumë të mirë qena, na më duket ma shumë ja u dim vlerën se, ka njerë, po më duket jasë mi pas 100 vjetë, po për një mena, ja u dim ma shumë vlerën se i kena provu të dy realitetet. Krejti kemi provu, po çështja është që tash për shembull, çka munome, krejt qatë rrugtimin që e kemi pas në anko ton, munona do më thonë thjesht me kalu këta ma let, edhe mos mi pas ato sfidat, problemet që i kom pas unë nështë që së dasht mi pas në moshën, kur i kom qenë, do me thonë unë në atë kohë dasht me dalë me prezentu pa problem, ose që të regova në fillimet e parat, kur e kemi hap, do me thonë shkollën në intervistën e parë, nështë atë si person ke pas qef gjithë me full, po unë e kom pas shumë shtirë, s'kom pas qef, edhe kom pas shumë problem, që nga ana jashtë me nështë ato këtë shumë okej, se shpesh kur e pës na i kanë, jo, s'ke fol pa pik stresi, adhe në kështot. Nuk e ke reflektuar definitivisht, nuk e ke reflektuar mirë, po, ajo ka qenë sfidën vete. E tash që bojmë në innovation është që kemi prezentime. Tash i shoh edhe shkolla tjera që kanë fillu me bo edhe unë e kënaqna se edhe në për shkolla publike qytetit kanë ndryshu dosane mundon edhe mi marrë edhe prej shkollës tonë që mund bën më gëzu shumë që kemi pas impakt edhe në për institucione se do me thonë tash i ftojna prindrit edhe përpara prindërve nxënësit përgatitën projektet që i punojnë edhe dalin i prezentojnë që i ndihmon shumë. Pse qëllimi është që jo sigurone që e kom pas që atë vështërsi me dalë publik me 23 vjetë që pëthu e tash me kalojnë prej moshës 7 vjetë fillojnë me prezentu 7, unë e shot tash vajzën time çfarë prezentime e bëm pa pik stresi, pa pik probleme edhe kjo është thjesht që ajo çka unë kisha pas qef çdo i ri edhe e remës me pas edhe me kalu, edhe me mbri, do me thonë. Krejt që kjo, do me thonë, rrugtimi, shkollimit, sfidave, gjithë shka asajna një farforme është si një lloj libre, me thonë, po bëhet një lloj kurikule që me realizu edhe me pas një impact ma të gjerë në shoqëri, pse jo, të trit, të fëmijët, e tjerë. Fatbard, edhe njerë faleminderit që ki ardhë, bashkëpunëtorët e mi, Umbrella Group, e kam përgatit një dhuratë që është modeste, po shumë e bukur besoj për tavolinën tonë të punës, e cila ka me qërby, po të vendosim qëto, që po shkruan nga Umbrella Group me dashuri. Besoj që jemi pas edhe bashkëpunim tash. Wow! Një është punu me makineri speciale, nuk e di, veç e di që e kam punu, është një farë mostre e vogël e produkteve që i bojnë, është një dhurat e vogël për ty, për me të falenderu që ke ardhur, për me të falenderu për kontributin që e bënë në shoqni, edhe për historinë inspiruese. Unë jam shumë e sigurt që kushdo që e merr mundin me ndëgju deri në fund, ose që ka ardhur deri në çet pikë me neve, ka me marrë shumë prej kësaj, sidomos pjesa e hapave të vegjël edhe rezultateve të mëdha që mujnë marrë prej asaj që nështë ndukje, duke që nuk është shumë diçka e madhe, edhe sfidave që secila nan i bën, për me, se s'ka tjetër rruga, nëse e nan nuk ka tjetër rrugë. Pa tjetër kime kalun për sfida, edhe mu që kam pengon mas shumëtit është historit kur thuhen, shembull, ku një gru, një farforme jo e gjykon, po e arsyeton mos veprimin e vet, me faktin që jo se unë fëmijët nuk po du, se unë secila nane ka kënaqësinë është me kalu shumicën e kohës me fëmijë, po është një farë sakrifice që ti e bën për veten, për ta, për shoqërinë, edhe është koha mi normalizu çdo biseda, është koha thjesht na me fillu, me tregu, me zonë që hej, fakti që ti pe ndjek një ëndër të që pe ndërton, nuk të bën non ma të keqe, sa do që qatë ndjejnë fajt, krejt e kena ka njëherë kur i lojmë, po thjesht të bën për kontraze, të bën non
as më të mirë nuk po du me thonë se cila nanë është e mirë në rolin e vet, po të bën nanë është që po përpiqesh 2 fesh më shumë për me ndërtu diçka edhe për veten edhe për ata, edhe në qoftë se bën edhe kësi rrugtime sikur ky ti që për mu po marr me mend sa i dhëmshëm sa i vështirë për ty ka qenë me lënë djalin edhe me shku, nuk është asnjë mënyrë, nuk është egoizëm, po bashkë kundërta. Ati është sakrificë tepër e madhe, është heroizëm. Edhe sa më shumë që i tregojnë ato storje, aq më shumë e bindim një gru që është ndryshim ose në hamendja me apliku dikon, a me fillu diçka, me thonë që hej, s'ka lidhje se mas 1 viti, 2 viteve, 3 viteve, kjo ka me qenë veç një pjesë e historisë tem, po pjesa tjetër e historisë tem ka me qenë mbushur me sukses, me liri financiare, se në anën tjetër të krish këti rrugtimi që ti e tregove, është sot liria financiare, është liria për me organizu ditën besa që shdojnë, sa do që ti ki nëzanë, sa do ki obligime, ti e ki dhe mundësin mi delegu ato punë të dikush tjetër, në rastet kur fëmijët kanë nevojë ma shumë për ty. Kështu që besoj që është shumë mesazh shumë i fuqishëm e marrë pikë kësaj bisede fakti që në një periudhë sakrifikon, po pastaj ki që shtetata tjetër 30 vjet, 40 vjet tjera, në cilat ti ki me qenë verzioni më i mirë e vitës, ki me qenë e lumtur, e përmbushur, e qetë, edhe koha që e kalon me fëmijët e tu, para se gjitha shko me qenë kualitative, edhe që prap ko me vazhdu me thonë, se unë besoj shumë e këtë teori që ma e mira, nana ma e mirë për fëmijët e vetë është nana e lumtur, edhe cila do që është verzioni i saj lumturisë, a është me punu, a është me ndaj shpe, a është me ndërtu diçka të vetën, a është me punu me rrugë, cili do që është ai verzion, ndjekë që atë verzion, bënu e përmbushur, bënu e lumtur, që koha që e kalon me fëmijët e tu, me reflektu që atë dashni për jetën, me reflektu që atë lumturi, edhe se s'kota pak, po që tema fëmijëve si të përmendë, bobe pak ma emocional, edhe thjesht me ndërtu, me rrit fëmijë, qika, po edhe djem, që besojnë që fakti që kanë me qenë nana nuk kam i penalizu, po thjesht kam i fuqizu. Kime pas shumë ma shumë forcë, kime pas shumë ma shumë motiv për me ndërtu diçka, se kime di që nuk pe bën veç për veten, nuk pe bën veç për rrethin, po para se gjithash pe bën edhe për ata, se është s'ka magnaci se me qenë ata krenar për ty edhe mu inspiru për i teje. Po shpresoj që kjo është që ajo dhe unë e mendoj që në të ardhmën sa do pak edhe fëmijët ndoshta me kuptu që gjithçka, çdo sakrificë që është bë për një qëllim caktuar. Kështu që Irina, faleminderit shumë për dhuratën, se shumë e bukur, Kemi me të kujtu kur ta shen tavolinë punë. Shumë e bukur edhe ke kënaqësi se u ndiva tamam sikur kur ishim dalë nështa me pika një kafe dhe me fol, nështa edhe me tregu nështa storjen tamam kështu, ndiva pak si në shtëpi. Edhe unë nuk naqja shumë fatbardh. Diqysh ka njëherë njeri nështa edhe ka nevojë me fol me dikën e me tregu se deri tash është po mendoj e para intervistë që kom tregu për sfidat e fatbardhës. Faleminderit, krejt qëllimi është që kjo, me fol për plapaskenat. Se deri tash do me thonë çdo herë kom qenë ftune për shkollën, për institucionën, për anën profesionale, mirë po edhe për sukseset, mirë po edhe vështirësitë vërtet nganjëherë është mirë me i po supozoj edhe unë që sa do pak ka pas ndikim të gjitha ato vajza, femra, kushdo që na ndëgjon, ashtu që e the edhe te me marr hapin me apliku mas pare, se gjithçka nis nashta prej një aplikacioni, mu më ka ndodh historia nashta prej 3 aplikacioneve deri tash, nuk e di nashta ku me pas edhe shumë aplikacione tjera. Tash ki fillu me besu, tash e sheh, tash e din që të pret çaja mundsi, po fund ditës edhe nëse nuk planuosh dikon pre, s'është fundi botës, prap aplikon nesër dikon tjetër. Nështë edhe që kjo ajo komplekset, largohen komplet, let largohen komplekset, edhe nuk ka marrë për shembull me dalë, me bisedu me dikën, me fol, me tregu kush je, me tregu çfarë sfida ose çka po punon, çfarë mendësie ke, se dim prej kujna çka mundesh me mësu edhe kush çka mundet me mësu prej teje. Edhe do të thonë kjo është përfitim i dy anshëm, kështu që është besoj që është shumë mirë me dalë edhe thjesht me taku njerëz të ndryshëm, edhe me investu mbi të gjitha, me investu në shkollim, me investu në dije, me investu në veten, për diçka që në të ardhmen mundesh me pa ma vonë. Unë e gjithë them edhe që tash, investimi ma i mirë një jetë që mundesh me bo, është në dije, është në edukim. Do me thonë se gjithçka është kaluse. Okej, e ke ble një shtëpi, e ke ble një kerr, e ke ble
një Porsche, ose çka do të qoftë, po një fatkeqësi natyrore shkon. Bash. E çka mbetet, ajo dia dhe detyria që e ke fitu, ajo nuk mundet me ufshi nëse veç te vazhdon jetën edhe je gjallë. Kështu që mos nguron askush me investu në dia, as prindrit, e as do me thonë nxënësit ose çdo e re që don do me thonë me mbri diçka, mos pritoni me investu, se është ma mirë me investu 1-2 vjet, 3 vjet, se shpesh ndodh ka njëherë edhe prindrit i kuptoj, nashta janë edhe skeptike, apo po ja del bre djali jam, apo mundet bre qika jame, a ti paguj bre une, a den se dhe une vet jom shumë emocionale në kësi rastje dhe nina shpesh thëm, ndashta ma shumë se prindët e tyne kom qef une me ja dal, po ka x raste që janë të dyshim, se a me bo ajo, unë e thëm që thjesht investo, se është mas mirë. Gjithmonë është ma mirë me provu. Po pse është një diçka që thjesht në rast se arrin se cili pej tyne me arrit me u shkollu edhe me fitu dije prej një çështje caktune me patjetër që ka mu të shpërbly ma vonë. Po, patjetër, faleminderit Fatbar, nuk ka mënyrë ma të mirë me mbyllë se me krejt që to, edhe njëherë ke shumë kënaqësi, edhe njëherë prap po e ritheksoj çdo që thati, kur foli me njerëz të tjerë, e kuptojmë sa të ngjajshëm jemi, sa të ngjajshëm i kemi sfidat, edhe krejt çka e bën diferencën shumë shpesh është çaj hapi i guximit, edhe dëshira me provu dhe me mësu diçka tre, kështu që veç ta e kishim mbyll, t'ju uru krejt atyne që janë të mendu, a me provu ajo diçka, le ta provojnë se në rastin më të keq e humbin gjysore kohë, që s'është absolutisht asgjë, krahasim me rastin më të mirë me sa shumë munden me fitu. Faleminderit edhe një herë, ke shumë kënaqësi. Faleminderit Rina.